Po qenit sniper nuk është ndonjë profesion që mund të bëj lajm nga ato që kam dëgjuar në maska. Nuk ka asgjë seksi, asgjë të bukur, asgjë impresionuese. Në fakt, nuk ka asgjë për të cilën mund të flasim. Ajo që nuk na pëlqen është të flasim për atë që bëjmë. Duam ta evidentojmë. Jemi njerëz solitar, të heshtur. Ndaj, nga të gjithë misionet që kam qenë, ndoshta ky është më i vështiri. Flas për jetën time si sniper. Ndoshta është më e lehtë tani që kam dalë në pension. Për të folur, për të treguar atë që nuk ndodh në filma, por në jetën reale të një sniperi. Aty ku sa prek armën, asgjë nuk është si më parë. As unë nuk jam si më parë. Ndryshe nga shumë bashkëmoshatar, ëndra ime nuk ishte të bëhesha sniper. Më pëlqenin filmat aksion, por kurrë nuk e kisha kuptuar, menduar se unë do të jetoja skenat e një filmi në jetën time. Them skenat e një filmi aksion se ato që ndodhin në jetën reale janë ku e ku një film. Unë kam qenë pjesë e policisë ushtarake, e më pas forcave komando. Më pas kam vijuar stërvitje në Amerikë, aty ku edhe shefat e mi pam precizionin që kisha në gjuajtje. Në përgatitjet që bënim, gjatë ushtrimeve dhe stërvitjeve, dikush e vuri re që unë isha një nga gjuajtësit më të mirë. E aty pak ditë më vonë, më thinën në zyrë e më thanë që do kalonin në një tjetër program, në atë të trajnimit si sniper. Duhet ta pranoj që edhe pse ne jemi në shërbim, sy pa trembur, sepse stërvitemi për të qenë të tillë, dukemi të ftohtë dhe ready to go. Kudo ku kërkohet ndihma jonë. Mos harroni që edhe ne jemi njerëz. Me këtë dua të them se kur dëgjova fjalën sniper, sikur mra bomba. Edhe pse asnjë muskull nuk lëvizi, ju thash, ne trajnohemi për të dukur të tillë, stoik, si shkëmbinj. Nuk ishte pyetje. Në ushtri askush nuk pyet. Ti thjesht ekzekuton atë që të thon shefat. Pasi mora përgjegjësinë e re, nisa në një tjetër skuadër. Ju bashkova përgatitjeve të sniperave. Si sniper ne kalonim më shumë stërvitje rigoroze dhe strikte, për javë, muaj, por edhe vite. Mua më desh 1 vit e gjysmë të isha gati. Vetëm praktik. Plumba, objektiv, çdo ditë, çdo orë pa gjumë, pa ngrënë, shumë teste. Më tej, kalojmë në një akademi të mirëfillt, sepse nuk është vetëm çështje të gjuash objektivin. Kapësh targetin, është një punë shumë e madhe, me kamuflimin, menaxhimin e emocioneve, frymëmarrjes edhe pozicioni. Sepse të gjuash mund të jetë talent ose aftësi deri diku. Por të jesh sniper është fruti një pune të jashtëzakonshme dhe vetmohuese. Ti nuk ke më jetë, nuk ke më asgjë, vetëm misioni si sniper dhe armën. Ajo ishte e dashura ime për shumë kohë. Në akademi stërvitesh për fshehje dhe kamuflazh me shumë disiplinë për të përfaqësuar me dinjitet misionin e ushtrisë. Për të bërë një vrasje, ne nuk bëjmë thjesht vendosjen e objektivit në target. Ne bëjmë shumë më shumë se aq. Ne duhet me saktësi të frikshme të marrim konsiderat dhe të llogarisim drejtimin dhe intensitetin e erës, rrezën e qitjes dhe llojin e armës. Prandaj them që filmat janë një gjë dhe jeta jonë një gjë tjetër. Pas shkëlqimit që shohim në filma ku pa pikë djerse një sniper eliminon një tjetër, apo një sniper eliminon një shënjesër nga një foles sniperi i largët, fshihet nga pas shumë dhimbje dhe vetë mohim që ne kalojmë gjatë viteve në stërvitje. Njerë përdor të shkuarën, njerë të tashmen. A ushtron si funksion akoma apo jo? Jo. Është e vështirë sepse edhe pse kam vite që, siç ju thash, kam dalë jashtë ushtrie, se edhe ne, si futbollistët, kemi një datë skadence. Janë sytë, muskujt, truri. Ky i fundit është një nga shkaktarët kryesorë. Sa më shumë ta bësh si punë, truri fillon të ngrekurthe.
edhe trurim, nuk e përballonte më. Erdhi një kohë që edhe shefat e panë që nuk isha ma ideali 25, 26 apo 27 vjeçar, zjarr në ushtri. Po nuk e ndaj do të kohën e shkuar dhe atë të tashme, sepse ti nuk e kupton, por ajo bëhet pjesë e jotja. Ti nuk e ndan dot më. Për shembull, tani që po kujtoj stërvitjet, duket sikur jam atje, edhe ndaj duhet ta përshkruaj me kujdes. Sepse është një lloj pune që, të thënë drejtën, nuk është punë. Është më shumë përgjegjësi. Shumë njerëz varen nga gishti yt. Shumë, sidomos nëse je pjesë e ushtrisë, një komb varet nga ty. E çfarë kombi se? Amerika varet nga ty. Ndaj ti kur je në mision, nuk heq dot dorë. Nëse nuk ja del ta vrasësh objektivin, ti nuk thua dot heq dorë. Jo. Ai është targeti yt, është misioni yt, dhe detyra jote. Duhet ta mbarosh, ose të mbarosh vetë pastaj. Se nuk ka më kthim pas. Nuk po luajm PlayStation këtu. Po pyetja e parë që më bëjnë, ose që na bëjnë, është si ka qenë vrasja jote e parë. Kjo është ajo që duan të dinë më shumë njerëzit. E do t'ju ja them. Por nuk është kjo puna kryesore e jona. Kjo është vetëm 10% e punës, e vështirësisë. Ka raste, ka patur misione që ne kemi qenë të ngarkuar me mbi 60 kg pajisje dhe ushqim për mbjetesë. Sepse ka patur vende ku na është dashur të qëndrojmë shumë gjatë, me ditë tëra, ditë e natë. Ujë, ushqime, municione, armë, bateri, radio e para, derisa të shkojmë tek vendi që duhet të jemi më pas, t'ja dalim të jemi të kamufluar. Ka një mori variacionesh në ndarjen e vendeve të fshehës, stileve të ndryshme të fshehës, që mund të ndjehemi të detyruar t'i përdorin në varësi të situatës. Se ato skenat nga dritarja në dritare, ku bëhet qitja, është thjesht skenar filmi. Të qellosh objektivat është një pjesë mjaft e vogël e aftësive tona të përgjithshme. Misioni ynë kryesor është zbulimi dhe vëzhgimi. Realiteti është se zakonisht duhet të futesh me përgjues në një post vëzhgimi, në mbulesën e errësirës. Duhet ndërtojmë një vend strehim ku duhet qëndrojmë pothuajse plotësisht të palëvizshëm në 99% të kohës. Duke bërë jashtëqitje dhe duke urinuar në qese plastike dhe duke u siguruar që të mos lësh mbeturinë pas për t'i dhënë armikut idenë se ke qenë ndonjëherë atje. Nëse punon me një ekip ose skuadër, je një sniper me fat, sepse ti dhe djemtë e tjerë njiheni dhe njiheni njëri tjetrin dhe mbështeteni tek njëri tjetri. Kjo do të thotë që nuk je vetëm. Ndjesh rahat duke ditur se miq dhe ushtarë të tjerë me të cilët mund të shoqërohesh, të bësh shaka dhe t'i ndihmosh kur ka nevojë. Edhe ata do të ndihmojnë ty. Dhe unë kam qenë me fat në këtë aspekt. Tani para se të ma bësh atë pyetjen e vrasjes së parë, u ta kaloj vetë. A e mbaj mend? Sigurisht. Ne mbaj mend gjithçka, sado që nuk duam të flasim, sado që duam të harrojmë, ne mbajmë mend gjithçka. Nëse më përmend një mision, mund të rëndis të gjitha detajet. Armën e përdorur, fishekët e përdorura, distancën, ditën apo natën, motin, erën, vendodhjen, vendin ku u godit objektivi, vështirësinë në arritje e objektivit, vështirësinë në largim. Koha që shpërthejmë pas goditjes, kush qysh e tek gjithçka. Unë nuk pendohem për atë punë që kam bërë. Vendi kishte nevojë për mua dhe unë isha aty. Por procesi gjatë dhe më shumë pas punës ka qenë shumë i vështirë, me probleme të shumta psikologjike. Nuk ka asgjë të lavdishme në punën tonë, dhe ka shumë, por shumë kujtime që ne i marrim me veten në varr, dhe nuk i ndaj me asnjë. As sot që kam mask, objektivit tim të parë, misionin që kisha, e mbaj mend shumë mirë.
Unë kisha përfunduar akademi dhe isha gati t'i bashkohesha skuadrës. Nuk ta them vendin ku ishim në mision. Besoj që të më mirë kuptoni për këtë, se siç ju thash, ka ca gjëra që as vetes nuk ja tregoj dot. Dhe maska nuk më mbron nga këto kujtime. Ndaj t'i lëm aty ca gjëra. Po thoja për objektivin e parë, për pozicionimin, nuk ka qenë shumë sfiduese. Kemi pritur disa orë, jo ditë me radhë. Por ndjesia ishte të tmerrshme. Pak a shumë, ti në fraksion sekonde, edhe pse je trajnuar, edhe pse nuk di të bësh gjë tjetër, mendimi i parë që nuk ndalon dot ishte sa po vrava dikë. Nga objektivi në letër ti e shikon një njeri me lëkurë, merr frymë, është njeri për e vërteti. Aty u përballë me faktin se si mund ta vrisja, jo nga inati, as nga gjaknxehtësia, ose nga nevoja për të mbrojtur vetë. Ky ishte shoku im i parë. Më shumë një lloj ane që nuk ja njeh vetes. Askush nuk ja njeh sado që drejtohet. Kur prek targetin parë, ti kupton dhe nga aty nis një rrugë pa kthim. Bum! Shpërthim direkt në kokë. Po ishte mendim shumë i shpejtë, sepse nuk kisha shumë kohë. Duhet linim vendin ku po strahoheshim. Por jetën time nuk kisha frikë. Sepse edhe kjo është një pjesë e rëndësishme, sepse mbani mend diçka. Nëse armiku është në zonë je edhe ti. Nëse një sniper arrin të kamuflohet mirë e të mos bëj shumë gjuajtje, ja del të dal gjallë. Sepse rreziku është që ti të kapesh dhe aty merr fund gjithçka. Nëse të gjejnë, gjëja më e mirë është je i vdekur. Më e keqja pastaj në kohë luftrash, tortura pafund. Shokët të mi që kemi ndarë betejë dhe pozicione, nuk e kanë patur fatin tim. Ose janë zhdukur, ose janë vrarë, ose janë në çmendim. Dhe kjo e fundit janë më shumë. E di, sepse edhe vetë kam qenë atje. Cili ka qenë misioni më i vështirë? Ja imagjino, ke për përgatitur një varr për veten. Je mbuluar me baltë. Je aty për mbi 8 orë. Pas 8 orësh, gjithçka fillon të kruhet. Hunda të kruhet. Nuk mund ta kruash dot sepse po pret përgoditjen perfekte. Trupit të zihen, por ti nuk guxon të lëvizësh fare, sepse një lëvizje mund të të kushtojë misionin edhe pastaj jetën. Dua ujë, dua ushqim. Nuk mundem bëj asgjë. Jam në një zonë me armiku. Ndaj kamuflimi është jeta vdekje. Është gjithçka në ato momente. Orët u bën 10, 12 dhe pastaj 16. Pastaj Zoti ishte me mua në ato momente. Pas 16 orësh, objektivin e kisha shënjesë. Një goditje. Isha 2 herë me fat. Se nëse do kisha më shumë se një goditje, zbulimin do ja kisha bërë dhuratë. Të përndjekim? Objektivet? Po si jo. Tani më radhë. Por gjatë kohës edhe më shumë, kur shkëputa përjetoja ankth dhe vërtet shumë. Rash në depresion, se kur shkëputesh, është kjo ideja që edhe pse ata të përndjekin, ti vijon. Nuk e kot me ndosh apo të vuash. Kur e lë ti, nuk ke me çfarë zëkohen, dhe aty bëhet shumë e rrezikshme. Shteti Amerikan më trajtoi në klinikat më të mira. Pensioni që u marr është shumë i kënaqshëm. Ata janë ndryshe, ti ke shërbyer dhe të vlerësojnë për jetën. Nëse karriera ime do kishte vijuar në Shqipëri, nuk e di çfarë do kishte ndodhur me mua. Ndoshta për të mbijetuar do kisha bashkëpunuar me krimin, se këtu nuk t'i hedh syt njeri. Nuk duan t'ja din nëse ke shërbyer ose jo. Nuk e di nëse paguajnë pensionet mira, se për buk goje nuk vdes njeri. Një çap buk do ta hanë edhe komandot e shkreta. Po pyetja është tek prestigji, te respekti, te jeta dinjitoze që ti t'i japësh një njeriu që ka shërbyer.
Më vjen shumë keq që këtu nuk vlerësohen.